publiku ka zgjedhur më të preferuarin prej jush deri më tani, Mateo. Urime Mateo. Pra Mateo është i preferuari i publikut deri në këto momente. Bravo Mateo, urime Mateo, sepse e meriton për sa kohë publiku mendon që ti je i preferuari i tij deri në këtë pikë të lojës, sepse sigurisht Big Brother ka prapë edhe gjërat dhe mund të ndryshojnë, po dhe mund mos ndryshojnë, çfarë si ka. Pra Mateo është i preferuari i publikut dhe ajo që më bëri përshtypje në moment parë ishin fytyrat e tjerëve. Pra pas ca fytyra atje, ca fytyra që nuk e pristin. Mirë, pa ajo që dua të them me këtë video është që, shiko, publiku e bëri detyrën e tij me Mateon, e nxori preferuar. Tani e ka rradhën Brikena. Tani shohim se ç'do bëj Brikena. Sepse dua të shikoj se si do sillet Brikena nga tani e tutje. Pra, a do afrohet më shumë, a do t'i dhuroj një përqafim më tepër, apo mendon Brikena tani a mendoni ju se po mendon Brikena tani një dasëm me Mateon në Big Brother, a? Pastaj nëse këto ndodhin, nëse ky ndryshim i Brikenës ndodh, a mendoni ju pastaj se është e drejtë? Domethënë, përpara se të ishte i preferuar, kur përqafohemi e mbajmë trupin pak larg. Pastaj pas daljes i preferuar, afrohemi çik më shumë. A mendoni ju se mund të ndodhin këto dhe nëse ndodhin, a mendoni se janë të drejta këto sjellje? Nëse mos t'i paragjykojmë, le ta shohim. Për momentin, urime Mateo që dole i preferuar i publikut.